nga inatet. Dhe këto inate kanë me na gryni dit. Kanë me na gryni dit. Unë për ato po thëmë, vendit i duhen institucione të shpejta, në mënyrë që me nëzon hapin, në të gjitha drejtimit, sidomos në planin ndërkombëtar. Kusha, mund të pak me ndërhyj? Në planin ndërkombëtar, ne nuk jemi vëmendshëm se sa zhvillime dramatike sot po ndodhin në ranin e ri tektonik geopolitik në botë. Dhe ne cilëmi me kaq komoditet të negociojmë, bisedojmë, tërvatimi nga ajo bord të kjo bord, kush deputet ma shumë, kush, shteti jo më rëndësi, dhe gjë, i dashëm, dhe formunën do të me gjithë, gjithëqysh. Po kanë me gjithë ba, po më zditë se s'kanë me gjithë. Jo, në po thëmë... Po ke po shtet pa qeveri. Jo, sepse unë e një mendësi në tyne, nuk flasë këtë, krenar. Po Gjerman po vonohen me formu qeveri, mos boksi asimetri me Gjermani, krenar. Unë është me formu qeveri për një det, ridi, këtë pun s'ka, ty më pak ku. Unë s'po thëmë për një det, nga jo që po shë, po thëmë, unë, e thash fillim, nuk po shë që këta po nëzitohen për t'i bojnë institucionet. Po mirë, po ti jetu e thonë që s'jam t'interesuar. S'jam t'interesuar, kur s'jam t'interesuar, po di që ka po, jo, në këtë pikë keni pajtime. Strategji negociatore për u kushtrim. Po, prodaj po dhem, për shkak do me shit shtëpinë, nuk mund është me blerë si nuk bën me marr vesh ti të shije, lutem. Nuk na pret bota neve. Tu mendu që vendimarrja globale është në kryeqytetin tonë. Bota i ka 1 milion punë tjera si bjen mend apo formohet qeveria në Kosovë ju, edhe Kosova ka institucione. Ka. Të çfarë lloji? Po kreti ka. Të çfarë lloji? Nuk me shteti pa institucione, s'ka vakum kur. Do ka pun vakumi, po aty institucione funksionale, të përgjithshme, që mund të marrin vendime të dha, po jo për këtë aktualisht me bë me kërcit lufta, çfarë po ta merr menja? Çohet Albin Kurti thotë unë nuk jam valla kryeministër, për shembull. Po kupton, për shembull, ose bëhet një katastrofë natyrore, ekstrem situatë për mosh përësime zbarku sa ma shpejt e vëmendja e tavolinës së presidentit Trump o i dashën. Kushtrim. E kena shansin, kushtrimi ka miq ata edhe kena miq lobin shqiptar në Londër, kanë afërsi të jeshtë sigur të jashtë zakonshme me presidentin Trump në Shtetet Bashkuara. Në Washington, lobi shqiptar, po, ka raporte personale me shefin e CIA, kanë raporte personale me familjen Trump. Kushdo që abstrahon këtë faktor të rëndësishëm të relacionit të shteteve e ka gabim të madh. Po ndryshon bota komplet. Na do të zvarkojmë sa më shpejt në vëmendjen e administratës amerikane. Për ndryshe, rrim kështu si rrim, po unë mendoj që është interes për vendin ta mbyll procesin e shëndërtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, mos e lë BE-n që pafundësisht ta ndërmjetësojë një proces edhe ashtu pa shtekdalje, duke mos i përdorur instrumentat e vet të presionit mbi Serbinë, që të pranoj një marrëveshje paqe finale me Kosovën, kështu që unë shpresa em është, po them edhe njerë që këta njerë që kemë të ndellën dhe të reflektojnë mbi interesat edhe egot personale, drejtësin e të haj, edhe ta bojnë qeverin me konstruksionin, me kriteret. I kemë 10 tema të rëndësishme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, për ato 10 tema më morë vesh, edhe kjo let ditë, na e vremat, una e kam përshtu. Po do të flasim veçanti edhe për formula se si mund bëhet kush me kë. Se dëgjova hodaj, apo pate ndërhyrje për rridi. Po, kushtrim, unë jam shumë i jetur mi bu do pare se s'kom pare, edhe po du me shit banesën, ti blerës potencial, nuk gudzojën e ajo është një gjë fundamentale, nuk gudzojën e ty si blerës me të kalzu që i kom pun të kërë, si ti ma ullë pas harin. Unë më imi të regu këti që e kom shak, po jo ty. Unë du të më bu, kishe jo më rëndash me ble, më s'dash me ble puna madhe. Kush është duke e bë këtë loj? Kjo është strategji e Kush është duke e bë këtë strategji? Po, për shembull, vetë vendosja po thot që zveni. E lon lojën bre, edhe PDK-ja qashtu, edhe LDK-ja qashtu. Tashti, qëre kush, të e marrë parasysh që këta e din që vetë vendosja mund të me bloku venin. Të e marrë parasysh që LDK-ja s'po do me shku me opozitën, se e din që su ne bujnë të presidenti. Jo me opozitën, së është dushku as me opozitën, as me vetë vendosit. Tash këta pjesa tjetër e opozitës janë nisin me kalkulu, thojnë na, po ku po mesim? Hajde mara na shkojnë atë futboli me Albinin Gjysh, që apo thot. 2% që nëse s'bët qeveria, Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku. Racionalisht. Po, për qeveria, nëse s'bët qeveria, janë 2% në vështrimin tim. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku. Njëri për arsye tjetër. Po bie më konstruktive është PDK-ja në këtë situatë.
Edhe AKA nuk ka kërku asnjë post, vetëm një kohë që të bëhet